Prej 22 majit, Bashkia Divjak ka çelur zyrtarisht sezonin veror në plazhin e Divjakës. Janë pothuajse 7 kilometra vijë bregdetare e cila shfrytëzohet nga pushuesit që prej vitesh frekuentojnë këtë plazh. Ata janë kryesisht banor të zonave përreth Divjakës, Lushnjës, Dimalit, Kuçovës dhe Elbasanit. Plazhi i Divjakës është kryesisht plazh ditor, pasi prej vitesh këtu nuk janë zgjeruar kapacitetet e hotelerisë, të cilat janë të kufizuara. Bashkia e Divjakës këtë sezon veror në kuadër të masave ka pastruar të gjithë vijën bregdetare dhe ka vënë në punë një makinë teknologjike që pastron çdo mëngjes sipërfaqen e vijës bregdetare. Në zbatim të vendimit për plazhet publike, në Divjak janë ndërthurur hapësirat publike me ato të shfrytëzuara nga operatorët privat. Gjithashtu është garantuar energjia elektrike për të gjithë bizneset. Në bashkëpunim me bizneset private dhe bashkinë janë vendosur edhe kullat e vrojtimit për sigurinë e pushuesve. Punojësit e ndërmarrjes së pastërimit pranë Bashkisë Divjak janë prezent gjatë gjithë ditës duke pastruar mbeturina dhe larguar ato në vendet të caktuara. Krahas këtyre ka nisur shërbimi mjekësor në qendër shëndetësore në plazhin e Divjakës që prej nisjes së muajit qershor. Pushuesit, megjithëse të pak në numër, shprehen se kushtet janë përmirësuar së tepërmi krahasuar me vite më parë. Kushtet janë shumë të mira, plazhi është pastër, pastrohet mjes për mjes. Kushtet janë favorin tonë. A ka zonë publike? Po, janë të përcaktuara zonat publike, zonat private, janë të përcaktuara. Ka zona për ne publike, ka dhe klubet i kanë pjesën e tyre. Pra, pushuesit kanë mundësi të zgjedhin çfarë? Të zgjedhin çfarë kanë qefin, si ta kenë atë. Ne pensionistat ne të rredhum, se vim dhe për halët tona, se jemi në dramatizëm. Si vjet është goxha më mirë, bashkia ka marrë goxha masa, rera është situr në mënyrë perfekte dhe besoj se pushuesit të vit do janë shumë të kënaqur. I mirëpresim të gjithë. Më mirë se sa vjet. Më mirë. Është më mirë. Çfarë është përmirësuar konkretisht? Pastërtia, kjo vlen për plazhin. S'ka asnjë lloj meteorine, s'ka asnjë lloj gjallë dhe plazhi publik është mjaft mirë. Shumë herë më mirë se vjet. Divjaka është në mrekulli, Divjaka është vend i jashtëzakonshëm. Njerëzit në Divjak janë shumë mikpritës, shumë mirë. Çfarë duhet tjetër? Deti, dielli. Po patjetër, 2-3 muaj vit po pensionistë janë. Vendi kurin publiku është shumë mirë, më i mirë se vjet. Shumë i pastër, shumë i mirë, gjithçka mirë. Edhe tualetet e këtyre nuk janë keq, se s'ka pas fare më përpara, po nuk janë keq. Divjaka përveç plazhit ofron për pushuesit dhe atraksione të tjera, si shëtitja me varka në lagun, ecje në brendësi të pyllit, si dhe qendrën e vizitorëve dhe kullën 360 gradë.